Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri. Po sa të lumtur që jemi sot, në fakt jemi shumë të lumtur dhe shumë të gëzuar që në Big Brother po bien tensionet, po bien gjakrat, po bien ujërat dhe po shijojmë momente më të bukura të mundshme. Do të kemi një dasëm. Egli është më e lumtur se kur dhe kur një femër është shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar tregon që bota në të cilën ajo jeton dhe bota në të cilën është shndruar është mashkulli që e dashuron. Dhe këtu në sytë e Eglit mund të lexojmë shumë gjestin. Mund ta lexojmë pafund gjestin, mund ta lexojmë pafund dashurinë që ka për gjestin, emocionin që tregon për gjestin dhe pasionin që ka për gjestin. Dhe në këtë rast, do me thënë Egli dhe gjesti, do të shijojnë momentin më të bukur të fundit, por një fillim i ri, me patjetër sepse është për ne momenti i fundit që i shohim në transmetim 24/7, ndërsa për ato është një fillim tepër i bukur dhe një nismë më shumë e re. Në këtë rast, dua të flas pak për atë kutinë e famshme, kutinë e unazës, e vetmja kuti që ka mbetur pa thyer në shtëpinë e Big Brotherit. A do ta thyej sonte gjesti kutin, ku po me atë unaz do të bekoj martesën të vet edhe të Eglit. Besoj që kjo është unaza në të cilën gjesti do t'i kërkoj martesën Eglit, pa marrë parasysh që bëhet një martesë tradicionale, por në fund të ditës është një martesë, është një ndjesti, është një dashuri. Të gjithë kemi qenë konfuz në këtë moment, por edhe në qoftë se nuk do ta them unazën, do të ketë një dasëm. Do të ketë një dasëm, do të ketë një moment shumë të bukur, edhe në qoftë se nuk do ta them unazën. Por edhe nëse do ta them unazën, do të ishte një rast fantastik, ku për herë të parë do të shohim një djalë i cili do të ulet në gjunjë, do të thënë në Big Brother do e shohim këtë, dhe do t'i thotë një vajzës, a do martohesh me mua? Unë nuk ma merr mendja që do të jetë kjo propozimi demode që ka ndodhur gjithmonë, por ma merr mendja që do të jetë ky propozimi që do luftohet për dashuri, do luftohet për lumturi dhe do luftohet për atë që e do. Dhe në këtë rast më pëlqen këmbëngulja e Egli që nuk hoqi dorë kur nga besimi i saj se një ditë do të përfundoj me gjestin, por dhe gjesti që ishte durimtar deri në fund dhe normalisht ato që janë duruar dhe shpërblen. Dhe sonte është një shpërblim i durimit të tyre. Sonte është një shpërblim e gjithë shkaje që ato kaluan dhe që po shijojnë në shtëpinë e Big Brotherit. Unë e pres me padurim momentin që gjesti do ta thyej unazën. Nuk e besoj dot që ky spektakël do të përfundon pa u thyer unaza. Unaza është emblema e këtij spektaklit dhe mendoj që të gjitha kutit do të thyen dhe do të respektohet vendimi i vllaut të madh i cili ka vënë në emergjencën e shtëpisë këto kuti. Mezi pres ta shoh gjestin me kostumin e martesës, mezi pres ta shoh Eglin me fustanin e bardhë. Unaza dhe kutia unazës tashmë ka dhe një zarf të kuq pas saj. Mendoj që në qoftë se gjesti do ta thyej sot, dhe jam shumë i bindur që sot do ta thyej këtë unazë, sepse sonte po ndodhen dasma. Gjesti edhe Egli besoj që do të kenë një moment të bukur brenda asaj shtëpie për të shijuar natën e tyre, për të shijuar çastin e tyre dhe për të shijuar natën e parë të martesës, ashtu siç e shijon çdo dhëndër. Apo shkojmë më tradicionalisht, do të thënë natën e mbylljes të dhëndrit, ku dhëndri për herë të parë mbyllet me nusen e vet. Këtu nuk mund të mbyllen sepse këtu janë të vëzhguar nga 100 kamera, por gjithsesi Egli është vajza më e lumtur në botë, më e kënaqur dhe më e dashuruar që po merr këtë dhuratë të bukur nga gjesti i saj, gjesti fantastik. Do të thënë, pas zarfit të bardhë, i cili erdhi në shtëpinë e Big Brotherit mbërriti, ku gjesti ka kërkuar me vetë dëshirën e tij për të bërë një dasëm me Egli, një dasëm tradicionale në shtëpinë e Big Brotherit, presim me padurim që moment në moment të bëhet edhe thyerja e kutisë së unazës dhe gjesti po me këtë kuti, po me këtë unaz, e cila është, e di që është sponsoruar nga Argjendari Maluna, nëse nuk jam gabim, që është me destinacion në Durrës, do me thënë do t'i propozon Eglit të tij të dashur martesë. Nuk ka më bukur se ky moment, nuk ka më bukur se ky çast,
nuk ka më bukur se të përmbyllet një Big Brother me histori të këtillë. Domethënë janë dy Big Brothera që përmbyllen në histori të këtilla. Është Luizeli që në natën e finales u martua me Kiarën dhe sot në jetën e tyre ka ardhur Luna Mari e mrekullueshme dhe nesër mund të jetë Gjesti dhe Egli që të sjellin në jetë fëmijën e tyre të parë, qoftë djalë apo vajzë. Ndonjëherë kemi thënë që Gjesti është i ri, dëshiron që ta ndjekën famën e shumë gjëra të tjera, po dhe ne tjerët si jemi martuar 700 vjet, 24 jemi martuar, kështu që domethënë është një moshë besoj perfekte për të ndërtuar një familje, për të shijuar dashurinë dhe është një dhuratë e bukur kur vinë të dyja së bashku dhe dashuria dhe suksesi. Në këtë rast dashuria dhe suksesi Gjestit i erdhën bashkë dhe sonte presim me padurim që Gjesti të thyej kutinë e unazës. Tani, është Gjesti i paparashikueshëm, e patjetër që Gjesti është i paparashikueshëm, sepse kemi analizuar çdo lloj parashikimi të mundshëm, kemi bërë lloj-lloj skenari të mundshëm. Tani bim te fjala e produksionit që Big Brother është i paimagjinuar. Dhe në këtë rast Big Brother vërtet është i paimagjinuar. Edhe pse është në ditët e fundit të tij, përsëri di të dhuroj spektakël, përsëri di të bëj publikun për vete dhe përsëri di të dhuroj adrenalinë dhe dashuri. Sonte, pas gjithë këtij momenti që do të ketë një dasëm, me patjetër që do të kemi dhe një kuti të thyer të unazës. Jam shumë i bindur që Gjesti do ta shijoj pafund këtë momentin, jam shumë i bindur që Gjesti do ta jetoj pafund këtë momentin dhe do të kënaqet në shtëpi duke u veshur si dhëndër, por duke i propozuar edhe Eglit të tij dashurisë së vetme të jetës, një unazë dhe martesë. Sepse derisa ndodhen kjo gjë, domethënë unë e shikoj që ka puls. Mes këtyre të dyve ka puls, mes këtyre të dyve ka dashuri, mes këtyre të dyve ka lumturi, ka pasion, dhe kjo është ëndra që në fakt Gjestin po e ndihmon, që Gjesti të vazhdon përpara dhe të jetë i guximshëm për të arritur sukseset e tij. Dhe në këtë rast, Gjesti do të arrijë sukseset dhe do të vazhdojë rrugtimin në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë jam shumë i bindur që thot me patjetër që do të thyet kutia unazës, sepse nuk ka më një mundësi të dytë për të thyer kjo kuti në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Top Channel që sonte kemi një fest, sonte kemi një dasëm dhe do ta shijojmë pafund këtë çast duke u argëtuar së bashku me Gjestin edhe me Eglin. Doja ta di, a jeni dhe ju pro që Gjesti të thyej sonte kutinë e unazës?